Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Në surën Rad gjendet një ajet që na motivon jashtëzakonisht shumë. Pra pikërisht ajeti i 29 me radhë, ku i madhreshmi Allah thot: "Alladhina amanu wa amilu s-salihati tuba lahum wa husnu mab." Ata që besuan, pra janë ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Wa husnu mab. Pra, ata që besuan, pra besimtarët, ata janë pra që bën vepra të mira, ata janë pra të lumturit. Dhe lumturia e vërtet gjendet në bërjen e veprave të mira. Prandaj, të bësh vepra punë të mira, duhet të sakrifikosh, mirë po rezultati apo epilogu në fund të ditës është lumturi në këtë botë dhe lumturia përhershme në botën tjetër, që është shpërblimi nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Siç janë 5 shtyllat e Islamit, e 6 e imanit, siç janë veprat tona dhe çdo gjë që ne e veprojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të qenë i dashur tek Allahu, dhe padyshim do të kemi edhe dashnin e krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala.